Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Numërimi I votave për zgjedhjet e 11 majit është drejt fundit. Majoranca ka fituar thellë, ndërsa opozita ka humbur po kaq thellë. Dhe si kundërpritej, po vërtet që zgjedhjet janë vjedhur. Po çfarë ka ndodhur realisht në këtë proces? Në pjesën e parë të këtij emisioni ne do të flasim për problematikën e zgjedhjeve nëse ka krimin dhe spakun. Çfarë autoritetet e ligjit bën në këto zgjedhje? Ndërsa në pjesën e dytë ne do të fokusohemi fort te analiza e asaj që ka ndodhur, analiza politike si thua, ku gazetarët dhe analistët që mendojnë në mënyrë diversive, ndryshe nga njëri tjetri, do të thonë mendimet e tyre në studio. Në pjesën e parë, unë kam Klodiana Lala, gazetare drejtuese në Shënjestër në News 24. Klodi, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Lodhur dukesh, apo jo? E pak po. Luftë e madhe, bile dëgjova komisionerin para 3-4 orësh. Klodi ishte këtu ku po luftoi për se që ishe një përplasje aty, se tani është vota e çdo individi dhe ka dhe përplasje. Luftohet betejë më e madhe, luftohet për secilin votë. Aty ishte Klodi dhe komisionerit, po shkëmbente me komisionerin fjalë, kryekomisionerin, me Qeli Bashin, dhe në befas ndryroi dikush tjetër që ndryjnë gjithmonë ata, një televizionit të opozitës, dhe komisioneri tha prit të mbaroj Klodi. Se kam përshtypjen ishim në të njëjtën linjë të pyetjes prandaj. Po dhe u troqja I tha, pritit aty të filloj të dëgjohet Klodi. Tani, Ergjys Mërtiri, analist sociolog, faleminderit zoti Mërtiri, zoti Andi Tela, analist, gazetar I njohur, faleminderit shumë. Dhe Xhevair Xhabina, gazetar I emisionit Kronos në MCN TV. Ndërkohë me mua do të punoj paralel, do me thënë ndodhë në njerë që ka dhe dy drejtues emisioni Sebi. Sebastian Zonja është gazetari I njohur në televizionin ton, por nuk është edhe nga ata që e ngren kokën shumë lartë për të thënë që puna e tregon shpesh njeriu dhe unë e respektoj shumë. Sebastian nuk ta them, kështu se unë s'para flas, po e ke vënë re. Falenderoj dhe ke ndihmuar në këto, pavarësisht nga ngarkesa shumë e madhe që ke patur në këto ditë. Domethënë të kam parë vazhdimisht në punë. Në studion 2 Sebastiani do të jetë me mua. Dhe do ta pyes në fillim. Unë dua, Sebastian, një pasqyrë të përgjithshme të rezultatit. Po, Ylli, deri në këto momente, faleminderit së pari për konsideratën, përshëndes gjithashtu edhe të ftuarit që keni në studio dhe teleshikuesit. Sa I përket KQZ-s dhe kutive që janë duke u numëruar, kemi 5214 kuti që janë numëruar deri në këto momente, nga 5225 që janë gjithsej, për të ndalur tek rezultatet. Deri në këto momente, Partia Socialiste kryeson me 806.090 vota, apo thënë ndryshe me 83 mandate, ka marrë 52.32% të votave. Partia Demokratike me koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka marrë deri në këto momente 519.697 vota, që përkthehet në mandate Ylli 50 mandate. E treta vjen Nisma Shqipëria bëhet, që ka 60.448 vota deri në këto momente, apo një mandat dhe 3.92% nëse do ta përkthejmë me përqindje. Partia Social-Demokrate vjen e katërta me 49.211 vota, me 3 mandate, apo 3.19% nëse do ta përkthejmë. Partia Mundësia lëviz për 1 apo 2 mandate, ka siguruar mandatin e dytë, po numërohet vota e diasporës, aktualisht është 2 mandate, ka 48.094 vota Ylli, apo nëse do ta përktheni me përqindje 3.12. Vjen lëvizja bashk, ka 23.886 vota, ka blinduar një mandat në Tiranë Ylli dhe ka 1.55% të votave. Koalicioni Euro-Atlantik I drejtuar nga zoti Basha ka 20.461 vota,
apo 1.33% në pamundësi për të shkuar drejt një mandati. Më pas kemi Djathas për zhvillim që nuk ka marrë mandat dhe ka 5.959 vota. Kemi gjithashtu edhe subjektet e tjera politike, 1.910 ka ADR-ja, Lëvizja Dheu ka 2.262 dhe AKSH-ja ka 3.467 në pamundësi se cila prej këtyre për të prodhuar nga një mandat. Për të ndalur tek vota e diasporës, deri në këto momente ylli janë numëruar 125.278 zarfa nga 194.889 në total. Koalicioni Partisë Demokratike ka 34.953 vota, Lëvizja Bashk 3.352, Lëvizja Dheu 193, Koalicioni Euroatlantik 896, Partia Socialiste ka 67.061 vota, Nisma Shqipëria Bëhet ka 10.315, Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare 691 vota ylli, Partia Aleanca Demokracia e Re vetëm 67 vota, Koalicioni Djathash për zhvillim ka 380 vota, Partia Mundësia, që siç e thamë edhe pak më herët, po diskuton për mandatin e dytë në Tiranë, ka siguruar, por për ta parë, ka 4.671 vota, ndërkohë Partia Social-Demokrate, e cila është renditur, siç e tham edhe pak më herët, partie 4, në kuadër të diasporës ka deri më tani 1.490 vota. Për të ndalur pak më herët, siç e shprehet edhe ju tek kryekomisioneri, tashmë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë një vendim pas ditën e sotme, vendim zyrtar, ku është njoftuar ylli anulimi i akreditimit për të gjithë vëzhguesit në vendin e numërimit të votave nga jashtë, me përjashtim të vëzhguesve ndërkombëtar. Sebastian, faleminderit, do të jemi më pas bashkë. Po. Zonja Lala, opozita pretendon se pati manipulim zgjedhor dhe ndikim të krimit në zgjedhje. Ju si gazetari që mbuloni këtë fushë, çfarë keni parë, dëgjuar, konstatuar në këto zgjedhje? Në përgjithshme, pastaj në mënyrë specifike. Po, patjetër. Unë kam thënë edhe të hënën në një lidhje direkte që kemi patur bashkë, teksa jam kthyer nga qarku i Firit, kam kuptuar që patronazhimi është një skem perfekte e ndërtuar nga mazhoranca socialiste, që ka krijuar jo vetëm, pra i ka mundësuar një numër shumë të lartë mandatesh në kuvend, por çfarë ka krijuar intimidim në këndvështrimin tim tek zgjedhësit, ose frikë tek ata për të votuar subjekte të tjera zgjedhore. Po të pyesje qytetarët, por edhe sot që ishan kashar, besoj do flasim për incidentin gjatë gjithë ditës, qytetarët kur i pyesje se përse për ko votuat dhe ata mund të ta jepnin jashtë kameras për kë kishin votuar, kur i pyesje a ndjet ju frikë apo intimidim, kishin frikë se mos na zbulonin ku ne dërgonin votën. Kjo është e para. E dyta, unë mendoj që për shkak se Shqipëria është zbrazur dhe këtu ka pjesa dërmuese është administratë publike, e po ashtu u është kërkuar administratës që të sjellin vota të fotografuara nga jashtë vendit, pra nga diaspora, vota me qëllim për të gjithë të afërmit, miqt apo të njohurit që kanë jashtë vendit, është një formë tjetër e blerjes apo ndikimit të votës. Krimi organizuar në këndvështrimin tim ka patur ndikimin e vet. Po të ndalemi në qarkun e Elbasanit, Sara Mila është një vajzë e cila një zonjë. Kam pyetje specifike. Dakor, një fjali po e kaloj. Është një zonjë e cila nuk ka patur asnjë kontribut publik, por nga ana tjetër rezulton gruaja më e votuar në qarkun e Elbasanit. Si është e mundur një gruaj që deri dje nuk njihe nga 90% e qytetarëve, për shembull në Gramsh, në Peqin apo në Librash, dhe nga ana tjetër merr mbi 60% votave? Pse e akuzon Sali Berisha Sara Mila, që ka marrë më shumë se 18.000 vota? Po, unë nuk di pse akuzon Sali Berisha, se për ato duhet pyesni zotin Berisha, por po të flasësh me qytetar në Elbasan apo me qytetar në Librash e tjerë me radhë, ata të tregojnë dhe të thonë, dhe këtu ka jo vetëm unë si gazetare, por kanë qenë shumë gazetarë atje me integritet, birni e tjerë me radhë, dhe ka dhe një shkrim të birnit, por edhe raportimet të tjera, të cilët qytetarët ishin orientuar për të votuar këtë zonjë. Dhe në këtë aspekt, fakti që ajo nuk ishte asnjë kontribut publik, ishte thuajse një personazh i panjohur në qytetin e Elbasanit. Dhe nga ana tjetër rezulton me votuara, kjo të ngre dyshime që krimi organizuar ka ndikuar në këndvështrimin tim ose të dhënat flasin që ka patur një ndikim të organizatës së Suel Qelës. Këtë mbetet ta provoj prokuroria posaçme. Shkojmë në qarkun e Durrësit. Ato emra të cilët... Prokuroria, më fal.
Prokuroria e posaçme është ndalur në këtë rast? Po ka hetime në Elbasan, janë 5 raste të regjistruara, por duhet të shohim rezultatet. 5 raste janë për këtë rast? Jo, 5 raste në gjithë qarkun e Elbasanit, të cilët janë duke huetuar për korupcion në zgjedhje. Se sa do të arrit t'i provoj pastaj prokuroria, i takon prokurorisë t'japi shpjegime. Për zonjën Mila, thuhet që është të gruajnë biznesmene dhe mund të ketë ndikime edhe të këtij lloji, e kupton? Se njerëzit shkojnë shumë kështu në Shqipëri. Por biznesmene tjetri. Që unë ngrita dyshimet, prokuroria e provon. Zonja në fjalë mund dalë t'jap reagimin e vet në lidhje me këtë gjë. Po të flasësh me qytetarët dhe unë mbaj përgjegjësi për këtë që them, po të bisedosh me qytetarët, ju të shkoni si gazetarë dhe të pyesni, ishin orientuar drejt kësaj zonje. Dhe mjafton të ndalesh tek të flasësh aty, sepse ka me kontribut shumë të çmuar brenda Partisë Socialiste që nuk kanë marrë vota. Shkosh në Durrës. Ne e dinim që përpara se të dilte Arkend Balla dhe Ani Drymishi që do kishin këtë rezultat që është sot dhe ka vend për të hetuar. Dhe unë dyshoj fort, sepse unë kam qenë në Durrës dhe kam qëndruar thuajse një ditë të tërë enkas për këtë çështje. Për të parë mënyrën se si reagon. Tani shkon në Sukth, ke një treg që kontrollohet nga një eksponent i krimit të organizuar. I kalojnë që kolegët dhe të Zhabina. Ti çfarë është një njëjta pyetje siç bëra Klodi në fillim. Çfarë ti mendon? Ajo, unë e kam thënë edhe më parë këtu në studion tënde Ylli që mendoj që prokuroria e posaçme duhet fokusohet tek të rinjt. Klodi tek deputetët e rinj, fytyrat e reja që ka sjell politika në këtë fushatë zgjedhore. Klodi përmendi ata që konsiderohen të rinjt në përqarqe, Sara Mile, Ani Dyrmishi, dhe këtu duhet fokusohet puna e prokurorisë së posaçme dhe të na sqaroj një herë mirë nëse orientimi i votës drejt këtyre kandidatëve, pasi me të drejtë Klodi thotë që deri para një muaj askush nuk e njihte Sara Mile në Elbasan, dhe kam përshtypjen që nuk kishte asnjë kontribut në Partinë Socialiste në qarkun e Elbasanit, dhe na thotë nëse orientimi i votës drejt këtyre kandidatëve është apo jo krim zgjedhor, është apo jo korrupsion zgjedhor. Por prokuroria e posaçme duket që sa i takon korrupsionit zgjedhor ecën me hapin e breshkës, e ka treguar këtë, sepse ngrihet pyetja pastaj se çfarë vlere do të ketë nëse ka pasur korrupsion zgjedhor në këto dy qarqe që ne jemi duke diskutuar. Dhe këto kandidat kanë siguruar vota duke patur mbështetjen e grupeve të caktuara kriminale, ekonomike apo edhe interesa të tjera. Kështu që prokuroria thotë që ka regjistruar një sër kallëzimesh, por deri tani jemi vetëm tek statistika, nuk kemi rezultate konkrete dhe krimi zgjedhor, korrupsioni zgjedhor kam përshtypjen që do të kishte një vlerë nëse do të ishte i parandaluar apo do të hetojë në një mënyrë shumë të shpejtë nga ana e prokurorisë së posaçme. Parandaloje keni fjalën ja. Të parandalojë nëse parandalimi është i pamundur, atë të hetojë në mënyrë shumë të shpejtë. Pasi nuk mjafton vetëm që një prokuror i prokurorisë së posaçme të dalë disa herë në qytetin e Elbasanit, të shkojë atje të bëjë disa vizita dhe mos të kemi një rezultat konkret. Ela? Ju thatë që denoncimet deri tani ka bërë Partia Demokratike. Pra Partia Demokratike pretendon që në mënyrë masive është intimiduar, është bler vota, është drejtuar se ku duhet shkojë dhe si rezultati gjithë kësaj Partia Socialiste ka arritur të marrë 83 mandate. Që të aprovosh këtë gjën, duhet të kesh një institucion të besueshëm që të ta konfirmoj. Ne bisedojmë me njëri tjetrin, kemi kontakte, njerëz dhe marrim perceptimin publik të asaj që ka ndodhur deri ditën e votimit. Dhe perceptimi është i tillë që qeveria, gjithçka që ka pasur në varësi administratat, kanë punuar për Partinë Socialiste me të gjitha mundësitë e tyre, me linjën e patronazhimit, kanë bërë të mundur që të vijë gjithë ky numër 800.000 votash për Partinë Socialiste dhe të krijohet kjo diferencë e madhe. Që të provosh që këto vota janë bler, janë drejtuar, administrata ka punuar që këto vota të prodhohen, duhet që policia, prokuroria lokale, SPAK-u, task force-a në përgjithësi e ndërtuar të ta provojë. Ne sot, për momentin, nuk kemi asnjë rast, po asnjë të deklaruar nga task force-a hetim i një individi i cili punon për Partinë Socialiste. Ne kemi disa raste të deklaruara që kanë të bëjnë me PSD-n, një rast të mëparshëm për PD-n,
por nuk kemi asnjëra specifik i cili të thotë, po, jemi duke jetuar Xhevën në Shkodër, sepse kemi prova dhe po hetojmë që ai ka bërë krim zgjedhor në favor të partisë në pushtet. Dhe ky është problemi. Pra, para një viti, ne ishim të gjithë, themi, në perceptimin pozitiv që SPAK-u po merrte në dorë menaxhimin e gjithë kësaj gjë që do bëte qeveria për të manipuluar votat, dhe rezultati sot është 0. Në fund të ditës, çfarë ka prodhuar kjo 0 për momentin? Ka prodhuar legjitimimin e fitores së Partisë Socialiste. Pra ne mund të flasim nga mëngjesi darkë, të grim sallat, kuptimin që po, ka ndodhur kjo gjë, por nuk kemi asnjë provë ligjore që ta konfirmoj këtë perceptim. Prova është e qartë në Tiranë, ndër socialistët më të vjetër që është besoj Erion Braça, ka marrë jo më shumë se... Po them nuk ka prova ligjore. Erion Braça ka bërë shumë mirë që ka marrë ato vota, por... Ka marrë 10.000 vota, nuk e di nëse ka shkuar 10.000, ndërkohë që në Elbasan, apo në Durrës, apo në Fier, ke eksponent ose kandidat të panjohur thuajse fare dhe kanë shkuar 15.000, 18.000, 20.000 vota. Ne përdorim logjikën, po logjika nuk është provë. Pyetje, si thua, si quhet kjo më pyetje teorike më shumë dhe se tani perceptimi ne nga qytetarët e marrim, zoti Raki. Po pra po, Unë flas mbi ato të dhëna që kam grumbulluar në terren. Dhe po të shikosh, për shembull çfarë ndodh, ti shkon në Durrës, Ani Dyrmishi është mbështetur nga Vangjush Dako. Vangjush Dako sot është në arrest shtëpie, është fakt i njohur publikisht. Kush ta thotë? Është fakt i njohur publikisht në Durrës, janë sekuestruar dhe kamera në disa lokale nga prokuroria. Që ka mbështet Vangjush Dako nuk është krim. Vangjush Dako ka bërë atë punë që ndjente. Vangjush Dako duhet jetë në arrest shtëpie, zotri. Problemi, si? Vangjush Dako duhet jetë në arrest shtëpie. Ka bërë me telefon, nuk ka rëndësi. Dhe orientimi votës apo ndikimi, intimidimi i qytetarëve për të votuar në një drejtim caktuar është krim zgjedhor. Kur ti merr shembullin e kësaj vajzës nga Elbasani dhe thua ka marrë në mënyrë të pakonceptueshme këtë numër votash, dhe duhet të rendisësh arsyet sepse kjo ka marrë këto vota, ne nuk kemi asnjë detaj, asnjë provë që ti themi këto vota janë drejtuar nga krimi organizuar. Do ishte shumë mirë që SPAK-u të gjente prova të tilla dhe të provonte atë që ne mendojmë se ka ndodhur. Po ne thjesht e themi, po nuk kemi prova. Klodoj që ti ikim këtij momenti, se kjo do jetë në diskutim, e kupton, dhe do të mbetet shteron pas 2 javësh një Ermal Mulosmani kishin shkrim shumë interesant, si ne publikova unë, Berisha fitoi të shahi, ne humbëm. Edhe spjegonte momente shumë interesante që një nga momentet i duhet spjeguar është ky, në këto zgjedhje, po unë e kam për pjesën e dytë, në këto zgjedhje, Edi Rama ka marrë 33.000 vota 35 më pak. Më pak se në vitin 2021. Sali Berisha ka marrë shumë më pak, po janë dhe partitë e reja që kanë rrëmbyer vota. Dhe në këtë plan, nëse i shumëzojmë ne ato vota që kanë marrë, 52% Edi Rama, 0,52% herë 120 del 73 mandate dalin. 73 mandate duhet të merrte. Me shumëzim, por nëse do ishte një formulë tjetër. Nëse do ishte proporcionali kombëtar, do merrte 75. Normale që vota të vinte ashtu siç ka votuar vërtet populli shqiptar, ky nuk do të merrte kur 83, do merrte kaq. Po sistemi ky është dhe këtë sistem na e ka ndërtuar zotniu Edi Rama dhe zotniu Sali Berisha. Po. Na e kanë marrë, na e kanë ndërtuar këtë sistem. Dhe e ka ndërtuar për vete. Njëherë në njëri njëherë tjetri. Tani hajde të mblidhemi ne si çdo tela, ti bjem dajres këtu të ditën, po problemi është që këta e ka ndërtuar. Dhe kjo është një farë manipulimi, si të thuash. Edhe kur e mban sistemin më shkruan dikush tani, kështu ti përfitojnë edhe elementet mafiozë. Kur e mban sistemin një lloj. Jap një detaj. Një sekond, nëse më lejon, Arkend Balla në vitin 2021 ka marrë vetëm 2.000 vota. Dhe ka zëvendësuar Rahman Rajën pas largimit nga kuvendi për shkak të ngjarjes ai që kryeson. Aktualisht ka në këtë moment që flasim është 18.000 vota. E kupton? Do të thënë këto janë të dhëna që mua si gazetare më bëjnë të dyshoj që ka patur një ndikim, jo vetëm të strukturave të Partisë Socialiste, po një ndikim i cili është në forma të tjera, ose është blerje vote, ose është krimi organizuar, ose është premtim për vende pune. Ti po përdor logjikë, pra ti mendon se logjike dhe hipotetike. Dhe mund të jetë kështu siç thua ti. Duhet provuar. Duhet provuar, nuk po them që është fakt. Unë thash që këto na më bëjnë të Mërtiri, ja dy fjalë Mërtiri dhe ka SPAK-u duke mos vepruar, duke mos na dhënë prova të tilla. Nuk thjesht legitimon atë që ka ndodhur, po nuk e ndeshkon. Dhe jo SPAK-u te krimi te këto. Ideja që opozita thot tani janë vjedhur votat mirë masive o zotëri.
Në lidhje me Spakun, unë mendoj që ne nuk e dim çfarë përjeton Spaku, se ne thjesht kemi indicje për ato lajme që ka shkuar Spaku që të bëjë të kapi njerëz. Po se çfarë për ta poetojnë nuk. Dhe problemi me Spakun është se ne kemi 3 vjet që flasim për gjëra që nuk i dim nga Spaku, po thjesht për informacione që rrjedhin aty këtu. Nëse poetohet apo jo dikush nga Partia Socialiste, do vlen të shijoj. Unë di paktën një rast në Elbasan, i cili është një person që kishte shtruar një rrugë diku në Belsh, mos gaboj. Dhe ata janë kapur nga policia, pra janë duke hetuar nga Spaku dhe janë arrestuar. Kështu që domethënë nuk është se nuk ka dhe raste nga krau kundërt. Për sa i përket votës tani, sigurisht këtu nuk ka asgjë të re që këtu vota blihet, sepse këtu ka një industri tërë të inxhinierimit të votës dhe kjo industri duam s'duam ne, edhe sikur mos dohet Rama do punojë, domethënë se industria është bërë për të vënë punë dhe domethënë është e vetvetishme kjo gjë. Çështja është që a është kjo arsyeja e humbjes thellë Sali Berishës, sepse unë po shoh që Berisha po përpiqet ta përdor këtë çështje për të shmangur përgjegjësinë e vet. Pra për të dalë që mi vodhën zgjedhjet dhe unë nuk duhet iki. Pra gjithë qëllimi këtu është për të mos mbajtur përgjegjësi për humbjen, sepse unë shoh që diferenca midis Berishës dhe Ramës kësaj radhe është shumë e thellë. Pra të supozojmë, në 2021-shin unë besoj që vjedhja e votës nga Rama, inxhinierimi i votës ka qenë shumë herë më i madh se tani. Atëherë pati konflikte, pati njerëz që u vranë, siç ishte në Elbasan, u vranë me Soelçelën, u vranë aty dhe pati raste kur furgon dhe makina me kështu me para, me lista kapeshin nga demokrat, filmoheshin, çoheshin provat nëpër televizione, nuk pati kësaj radhe kështu. Pra do të thotë që dukshëm për mua ka qenë më ulët ndikimi i Ramës ose interesi i Ramës për ble vota. Pse ka qenë më i ulët? Unë besoj që ka qenë më i ulët sepse fitoren ka pas në xhep, e ka pas shumë të sigurt dhe s'ka pas nevojë të shpenzoja shumë për të bërë industrinë e vet të blerjes votës. Por nga ana tjetër ka një gjë tjetër që edhe sikur niveli i blerjes votës ka qenë po aq i madh sa ka qenë 2021-shin. Kujtojmë që 2021-shin janë përdorur paratë të tërmeti, më janë dhënë shtëpi për të blerë vota, për të marrë vota. Pra, tani ta zëm se ka qenë aq. Diferenca e PD-s dhe LSI-s me PS-n në 2021-shin, kur ishte kur ishte 2%. Sot është 20%. 30 e sa mijë votë. 20%. Pra do të them fal, ja ta zëm, po ti falun ato, po çoj ke 2% ti. Ti ke çuar ke 20%. Atëherë këtu nuk është. Jemi në pjesë politike. Po. Zonja Lala, qarqet e tjera problematike shkurt mi thua, ku krimi përmendet Durrësin. Durrësi filmi po ashtu edhe mendoj, edhe pse në fakt në qarkullim nuk kam parë njerëz të krim të organizuar, por kam konstatuar për shembull që vota në Roskovec ka qenë e orientuar drejt një kandidate që është përqeshur dhe për të qarë njerëzi. Roskoveci kush është? Zegjine Çaushi, kam përshtypjen kështu duhet ta ketë mbiemrin, një personazh thuajse e panjohur. Zegjine kishte ajo që përndiste Gazmend Bardhin. Jo, po e kishte strategjinë. Ylli, dëgjoj, niveli i zonës keq më vjen se unë jam zonjë dhe shumë për dëshiruar dhe të ngele jashtë senator të Partisë Socialiste dhe njerëz të cilët kanë treguar dhe kanë dëshmuar një farë integriteti. Dhe të kemi Zeqinen, pra kryeministren e ashme të shqiptarëve. Niveli ajo thot unë isha thot të juriste. Kjo mos vjen keq fare për këta senatorët. Problemi është që dua që ta të ndrohen me se që senatorët mos kanë ikur fare se do i vi radhë dhe senatorëve të ikën. Deri ditën që bëri videon për Gazmend Bardhin, ishte jo e panjohur, po kam përshtypjen as aty në... Ti sot me një video që nuk ndodhur. E ka fajn Gazbardi pra që e faktorizoj. Jo, kam përshtypjen ishte një strategji, mendoj. Strategji, sigurisht. Ajo ishte një strategji... Mua më duhet shumë interesante që do jenë të dy në parlament ata. Aty do ketë spektakël. Zegjines nuk i ndryndot Spaku. Mua më duket një strategji e mirë menduar nga zonja Balluku që ndoshin në qarkun e Fierit, sepse mendoj që në një farë mënyre e zhbëri kundërshtarin e vetë politik duke mos i përmendur në asnjë rast emrin dhe duke lënë Zegjinen duke të kase. Zegjine, kërkova unë para një mojta me një nuk ma dhanë. Problemi është, po e zhdukën edhe ditën e zgjedhjeve, se problemi është që Zegjineja nuk ditë përgjigjet, po t'i vësh mikrofon. Problemi. Dhe tani, vota për... Dhe pse shikoj unë dhe vota problematike? Pse shikoj vota orientuar? Se në që mënyrë është orientuar vota, pra njëri i cili del befas, në Tiranë nuk ka marrë 5.000 vota, Pandeli Majko ose Gjemal Qefalia. Gjemal Qefalia duhet jetë në mandatin e tretë, mos gabohem. Duhet të
t'jem pak më Gjemali është në listë për të fituar, po vetëm kuota në vend jashtë. Ka poaq vota sa Zeqineja. E kupton, domethënë çmendurin çfarë ndodh në këtë vend, prandaj Po gratë nuk i kap dot spaku, e kupton? Se ky gra ka përdor gjithandej. Përdor qeveri, ky gra përdor me masive. Nuk e kap dot spaku Zeqinen. Zeqinen ata do ta sjellin në kuvend sepse ju duhet për shumë arsye. Ko Klod, them dhe i gjon, çfarë ishte i gjë që bëri përshtypjen fushatën e Ramës? Se kjo dilte gjithandej, kjo u bë personazh. Fushata Ramës, përveç batutave dhe ato që janë normale, Ramës kisha asgjë të re. Zeqineja ishte një nga armët më Vetëm e gjëre ishte Zeqineja. Zeqineja ishte ana qesharake dhe bajate të fushatës dhe sjell në kuvend. Pra të ngelet, imagjinoni për një moment, të ngelet jashtë parlamentit një doktor si Ilir Ali Mehmeti, apo të ngelet një personazh si Arlin Qori, shkruan një gazetar shumë i njohur, si mund të krahasoni Zeqinen tani thot me një fis sheikësh që është një personazh që përmendet i tjetri. Një personazh tjetër. Po çfarë rëndësie ka kjo? Unë po të them te sepse ata do bien. Vjen një moment dhe bien dhe vjen Zeqineja. Ore po flas për gazetarin nëse do e ka linjë direkte. Mund të mos e pranosh në mënyrë etike. Natyror. Mund mos e pranosh, Klodi, po më dëgjoj një sekond lutem. Po të dëgjoj me shumë vëmendje, po patjetër. Eksperiencë kam dhe mund të them edhe në një gjep. Gazetari që të shkruan mund të flas me emër me mbiemër dhe t'i lën këto fshehet pas telefonit. Dali aty dhe t'i thot emrat kush. Po s'dua ta them unë, se do ta them kur të mbarojmë. Tani të parazohet Zeqineja me Erion Braçe nuk më shkon, e kupton? Unë jam Po Zeqineja mund të jetë shumë interesante se gjithë emrat që përmendet ti. Ore patjetër. Dhe Zeqineja është mënyra si u përdor Zeqineja është shumë e suksesshme. Zeqinen e përdorën dhe do ta përdorin në të ardhmen, pa diskutim që është shumë e suksesshme. Ikim nga Zeqineja. Unë po flas nuk e kap dot spaku. Nuk është problemi spakut dhe i këtyre Zeqineja. Nuk është problemi spakut. Cilët janë hetimet më të bushme? Unë dyshoj që është problemi spakut. Po se tani unë po të kërkoj në përrejtë cilët janë, a ka prova spaku zonjë? A kemi prova? Se tani po përtasin janë vjetë votat, ku janë provat? Në Roskovec nuk është votuar deri në orën 14 të drekës, mor zoti Rakipi. Sepse prisi një orientim. Banorët me cilët unë kam biseduar për afro 2 orë me ta. Jo Erion Braçen, më thonë? Jo Erion Braçen, e përmende Po ta thot pra me emër. Po përmende pra emrat tjerë të cilët kanë privatizuar malin, për shembull. Të gjithë. Kanë privatizuar. E ka për zotin Qefalika, nxirri provat zotri. Unë bëra krahasimin, nuk thash emra. Po nxirr prova tani kush i ka vjedh votat. Krimi organizuar. Po për ty për këtë punë të kam thirr pra. Por më fal, unë të nxjerr votat. Unë po të jap perceptim dhe po të jap të dhëna për këtë gjë. Atëherë po të them. Kush i ka vjedh votat o vajzë? Zonjë. O zotri, për çfarë u votua Zeqineja? Më thua pak. Po bëm emision, nuk kam emision për Zeqineja. Po si është emision? Po s'ka lidhje për Zeqineja. Zeqineja ka marrë institucionet e ligjit. Po. Kush? Po ka hetim në Roskovec për këtë çështje. Hetimi kush e ka bërë? Për subjektin, jo për Për subjektin. Për subjektin, po. Për Zeqinejen ka personalisht. Ore ka. Po le Zeqinejen. Po s'vazhdon emisionin me Zeqinejen tani. Kush shkelje se kupton? Ore zotri tani, do më dëgjosh deri në fund logjikën po kupton? Të lutem, ka hetim konkret të qelur për ndikim. Nëse ajo nuk është... Ndikim palishëm. Po të lutem deri ta mbaroj. Po të pyet për tani pse ne vazhdojmë. O je lodhur këto ditë. Jam shumë. Ky po të bëm pyetje. Dhe unë të përgjigjem. Ka shkelur ligjin Zeqineja. Ore ka shkelur ai po ligjin zoti Rakipi, nuk e përcaktoi unë. Po lere pastaj. Po të them. Po s'kemi Zeqineja në transmetim. Ore pse nuk e lë tani ta mbaroj fjalin? Do më lësh ta mbaroj apo jo? Po do bëjmë temën që kemi. Okej, atëherë po flasim për krimin zgjedhor. Mund ta mbaroj fjalin? Po pra. Okej, dhe po të them. Ka një hetim penal të prokurorisë. Zonja në fjalë nuk është nën hetim. Subjekti politik të cilës për cilin ajo garon është nën hetim, është shumë e thjeshtë dhe bëhet fjalë për Roskovecin në ndyshimet për korrupsion. Do t'jap apo jo rezultat? Do ta përcaktoj spaku zotri. Klod që ta kuptojmë. Ti thua që atëherë mërtiri. Me që ta kuptojmë, janë dhënë para që të fitojë Zeqineja, se kjo është pyetja. Se nëse PS-ja thot votoni Zeqineja se është vajza jonë, është e mirë etj. Këtu është krim, po nëse ka para atëherë. Zoti Mërtiri. Ju e dini që në qarkun e Firit janë 5 raste të hetimit krimi zgjedhor. Njëri nga këto raste i përket subjektit Partia Social-Demokrate është arrestuar babai një kandidate të PSD-s në ndyshimet për shitblerje të votës. Një rast tjetër është i Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, dhe 3 raste të tjera që përfshin dhe Roskovecin, ku zonja garon dhe ka marrë numrin më të lartë të votave, ka dyshime për korrupsion zgjedhor. Në të gjitha rastet nuk janë nën hetim, pra unë po e sqaroj dhe nëse do ta kuptoj publiku se zoti Rakipi do ta kuptoj. Atëherë, fillimisht regjistrohet subjekti zgjedhor dhe bëhet kontroll personal ose kontroll i ambienteve.
Nëse gjenden prova deri tek zonja, unë nuk di ta them se s'jam unë prokurori çështjes. Aty ka patur 2 prokurorë të posaçëm që janë marrë me këtë çështje. Por ka një hetim penal të qelur ndaj subjektit politik për cilin zonja ka garuar. Kaq e thjeshtë është. Domethënë për para bëhet fjalë. Kjo është Ore, korrupsioni ka forma të ndryshme, se po të kem protokollin e SPAK-ut, i bie t'jem prokurori, apo jo? Unë po të them, dyshimet arsyeshme janë këto. Mund të jenë me para, mund të jetë në premtim, mund të jetë për shumë gjëra. Orientimi i votës, pra orientim korruptiv i votës, domethënë se ka dallim. Se ka kaq diskutim sepse na mungon një rezultat i prokurisë së posaçme. Por unë po them ato të dhëna që di unë. Do thuash që hetimi do kohë, por krimi zgjedhor dhe nuk po them unë zotri, unë po them ato fakte që di dhe këto janë fakte. Pra do të thonë është duke votuar dhe PS-ja, pra se PD-ja thotë që po heton vetëm PSD-n. Jo, patjetër që ka edhe subjekti politik Partia Socialiste. Cilat janë hetimet më të bushme, edhe njëherë t'i renditim, njerëzit na dëgjojnë Klodi, cilat ti dhe Zhabina, përgjithsisht, jeni gazetar ekspert të kësaj fushe, cilat janë hetimet më të bushme të SPAK? 1, 2, 3, 4. Njëri sa po ta thash. Është subjekti Partia Socialiste në Fier. Rasti dytë, po në Fier, ishte subjekti Partia Social-Demokrate. E thamë këtë. E babai kandidates që më pas të dërguan. Sot u mësua se e sekuestruar telefoni. Lutem, më lër ta mbaroj. Po në Fier, në qarkun Fier, është edhe një rast më herët i Partisë Demokratike, personi të arrestuar. Jo, ti nuk do vish të më bësh mua, nuk e kam emision për Fierin. Po të lutem, po ta mbaroj. Ti mos ta shkon, ja të ta them tani. Ndoshta shkon dhe në një televizion tjetër ku ka qëllim për të qelluar Fierin e kështu. Po Fierin tani nuk e kam objektiv. Ore më fal. E the 1, 2, 3, 4, 5. Kalojmë në vende tjera, se nuk dorim të natën këtu. Atëherë, 5 raste citove në Fier. Po, sepse është qarku i dytë më i madh. 8 raste janë. Ishte edhe ti atje. Po pra, janë 8 raste në tani. Janë pyetur për krimin zgjedhor. E themoj tani, a kemi të tjera? Kemi 8 raste në Elbasan. 8 raste në Elbasan. Po, të cilat po hetohen në ndyshimet për korrupsion që prekin 2 forcat kryesore politike. Në rastin konkret, ndryshe nga më para që thash në Fier kishte arrestime për PSD-n dhe për Partinë Demokratike, në Elbasan nuk ka arrestime vetëm për fotografimin e votës. Në Shkodër, kryesisht ka patur hetim ndaj subjektit Partia Social-Demokrate. Në kuadër të këtij hetimi, të cilin zoti Doshi personalisht edhe përmes forcës tij politike e ka kundërshtuar dhe e ka mohuar përfshirjen në shitblerje të votës, ka patur 3 aksione paralele. Aksioni ka qenë pra pati një kontroll përpara zgjedhjeve, që u mor celulari i kryetarit të Partisë Social-Demokrate të Malësisë së Madhe. Kryetarit të Bashkisë, Vaudis. Të lutem o Ylli, më lër ta mbaroj tani, unë po të them kryetari i partisë Ylli pa shkuar të thash 3 aksione. Një minutë, lutem. Okej. Këtë emision e drejtoj unë. Po pra, am pyet. E kur unë ndërhyj, një minutë. Kur unë ndërhyj, dua që shikuesi im të mësoj atë çka unë mendoj. Mund të bëj gabime sa duash dhe unë, po ti nuk mund të më ndërpresësh mua. Drejtues në emisionin. Po, bëje fjalë. Unë mund të ndërpres ty, fal minutë, me etik sigurisht, me shumë etik, mund të ndërpres. Tani ke problem sonte, po thuaj ku e ke problemin dhe bëje pyetje. Se nuk e kuptoj dot. Më pyete dhe po të sqaroj. Më kanë dërguar në punën në Fier të kuptoj të ndjek një njeri që duhet ta sulmoj për një televizion. E ke shumë gabim. Dhe unë po të them... Ja, këta kisha unë. A, kishe këtë merat. Po do të vazhdojsh më te i lere. E vazhdojmë këtu, se lere se e kuptova. Ta thash, ta spjegova, se ku është Hilja. Po jo, pra jo. Dikush më ka dërguar mua në Fier, të punoj për të sulmuar dike. Jo, të lutem. Jo, po kjo është e pandershme. Kjo që thua është e pandershme. Unë kam raportuar... A më bëre pyetja ke hall. Ja, pra më lër ta mbaroj. Më lër ta mbaroj. Jo, po këtë nuk e ngrejt dot këtë aludim. Është e vërtetë që unë kam raportuar në Fier, po kam raportuar me etik, profesionalizëm dhe pansi. Dakor, këtu mbaron po të pyes për rrethet e tjera. Unë po të them, po të sqaroj pra nëse ti ma lë fjalin. Nëse ti ma ndërpret mbyll diskutimin. Po të pyes pra një nga momentet është ku kryetari i bashkisë. Po është i fundit në radhë mor zotri, unë po të shpjegoj si ka nisur dhe ku po shkon hetimi. Fillimisht u sekuestrua celulari kryetarit Partisë Social-Demokrate në Malësinë e Madhe dhe 5 personave të tjerë. Më pas ju sekuestrua celulari kandidatit për deputet në Tiranë, zoti Rakipi, në kuadër të njëjtit hetim. Dhe i treti në radhë që ndodhi ditën e djeshme dhe përgjatë ditës së sotme, është kryetari i Bashkisë së Vau të Dejës, i cili deri më tani nuk është person nën hetim, ta sqaroj, por është një person i cili
i është nënshtruar me vendim të gjykatës kontrollit personal, pra marrjes së celularit dhe kontrollit të automjetit. Pra kjo është që është ndjekur në të njëjtën kohë. Po ja pra ta sqaroj, të them dhe fjalën e fundit dhe ta sqaroj. Në të njëjtën kohë, në një hotel të njohur në Tiranë, është sekuestruar celulari i njërit prej shoqëruesve të kreut të Partisë Social-Demokrate, zotit Tom Doshi. Pra është një hetim që ka derivuar, nëse ke durim deri në fund, në disa kontrol... Kam durim komplet, nëse për të punë të kam tjerë. Po s'ke pra punë të qarqet me rrasë, dhe më falë duka leve të dursi. Atëherë, zoti Shkreli nuk është personën e tim, por nga vëzhgimet dhe përgjime që janë bërë në Shkodër, ka dyshime si pas prokurorisë që mund të gjenden prova në celularin e tij për shitblerje të votës. Dhe kontrolli për zotrin, i cili sot ka dalë dhe ka reaguar pas lajmi që unë bëra, dhe tha jam i hapur për hetimin, vjen në një kohë kur zoti Rama, gjatë takimit përmbyllës në Shkodër, i tha me dy porta. I tha, Kristian, mos luaj me dy porta. Të nesërmen, po të ndaj të njëjtit person, reagoi dhe kryetari i Partisë Social-Demokrate. Këtu mbyllet me Shkodrën. Kthehemi në Lezhë, se me qënë se më pyete, unë po të jap të gjitha rastet. Në Lezhë. Çfarë po kundërshtoj unë? Në Lezhë ka patur tre raste që kanë të bëjnë me korupcion zgjedhor, që janë në SPAK, dhe rastet e tjera janë kryesisht konfliktet mes palëve që kanë shkuar deri tek, për shembull, ishte rasti i bashkëshortit të zonjës Hoti, mos gabojmë, është deputeta aktuale, i cili u lirua më pas. Pra ka patur krahas dyshimeve për korupcion, ka patur dhe raste tjera, për shembull siç ishte rasti i Peshkopis ose i Dibrës ku bllokua makina e një biznesmeni me një shumë të konsiderueshme parash, u mbajti bllokuar stafi elektoral i zotit Blendi Klosi, pra në një farë mënyrë ishte dhe u dyshua si një lloj vegjësie, por që dyshohej për shitblerje të votës. Po ashtu dhe rasti Durrësit konsiderohet si qarqet më me risk të lartë, edhe pse nuk ka të arrestuar, ka 5 çështje, por ndryshe nga rastet e Fierit, rastet e Elbasanit dhe rastet e Shkodrës, ku ka patur veprime konkrete, në Durrës nuk ka patur veprime të kontrolleve përveç një rasti që është bërë kontroll në një ambient diku në periferi të Durrësit, janë marrë kamera sigurie. Se për cilin subjekt janë marrë, këtë nuk janë në gjendje ta them. Sa raste janë gjithsesi? 39 pra. S'ke kam pak, pra, pse thoni 0? Po tani, nëse një ta mbaroj se Ylli e ka problemin, të lutem, Ylli e... Problemi është diku tjetër që pse... Klodi, Ylli po të ketë ndonjë problem, falmi, nuk të thret ty. Thret se atë vajzën që punon poshtë, te pritja, dhe i them fol ti. Po unë të kam thirr ty këtu, nga që je ekspert e kësaj pune, dhe të thua çfarë do ti. Jo, çfarë është e vërteta. Dhe çfarë di ti? Jo, çfarë dua unë. Çfarë është e vërteta? Çfarë do ti, do të thotë çfarë di ti. Çfarë di ti? Po pse shqetësohesh? Qetëso. Jam shumë e qetë, zoti Rakipi. Po qetëso, pra. Po jam shumë e qetë, pra. Problemi është diku tjetër. Një shkurt e kam Ando dhe merr fjalën pastaj. Problemi është diku tjetër që mendoj që pse ti dhe zoti Rakipi keni këtë nivel debati dhe mendoj që kur vjen puna tek subjektet e mëdha zgjedhore dhe kryesisht Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, prokuroria e posaçme nuk ecën me hetimin. Pavarësisht se ti thua që Partia Socialiste është në hetim në qarkun e Fierit dhe konkretisht në Roskovec, nuk kemi rezultate të hetimit. Nuk e them unë zotëri, e thot SPAK-u njoftim zyrtar, vazhdojnë. Me që beson mos më drejtoju SPAK-ut. 30 ca raste nuk janë pak më burr, domethënë. Dakor, pra po si ka mundësi. Po ju thoni 0 dha tash. Si që ka 0 kjo? PSD-ja ti ecën kaq shpejt me hetimet të jo, ma PSD-ja është, PSD-ja atëherë ke rezultate konkrete. PSD-ja është edhe parti klienteliste më, edhe është më. Tela edhe tash. Ergysi sapo dëgjon shifrën 39, entuziazmohet dhe thotë pas ka raste. Ska, domethënë tash. Jo. Këto 39. Po, 39. Tash ndë gjë tjetër. Sa ka pas 2021? Jo. Rastet e tuara. Po të shikon Tela një gjë tjetër, ata dëgjosh. Shumë më tepër. Tash ata dëgjojmë, ta ndjekim. Ti thua, ta dëgjojmë. Janë 39 raste, edhe ka punu SPAK-u. Pas ka 39 raste. Tash ti, Klodi përmendi se ku po ndodhin ngjarjet. Vjerë, Elbasan, Lezhë, Shkodër. Kur thotë Elbasanin, janë 5 raste kanë fotografuar votën individët. Po shumë indicie është pse? Okej, patjetër. Pra, kam filluar.
Po hetohet se ka fotografu votën. Po hetohet. Po janë 5 raste. Po jemi një sekondë. Tani. Po hetohet, nuk ka hetim për fotografim vote. Ka hetim kush shtyhet ta Jo, edhe për faktin që ka fotografu votën dënohet ai. Nga 1 deri në 3 po quhet çështje statistik. Pra kemi hetuar krim zgjedhor, thot Spaku. Ai hetohet, merret në pyetje dhe përpiqet që nga fotografia e votës dalë. Okej. Tani. Okej, dakor. Domethënë ta thot ai Janë- në vetë dhe Janë nuk e raste zgjidhim dot. janë Jo më jo, ne po debatojmë. janë raste nuk e zgjidhim specifike dot se si doni po. të Partisë Social-Demokrate, e cila në ndryshim nga zgjedhjet më parshme, këtë rast u rreshtuat paktën në perceptimin publik përballë Partisë Socialiste. Dakor? Pra ishte kundërshtar i saj dhe në këtë rast ka hetim për 3 raste për Partinë Social-Demokrate, që Spaku. Ndërkohë, në të gjitha këto raportime, ne nuk kemi një rast në hetim për Partinë Socialiste të deklaruar se në këtë numrin ata mund thonë që ne po hetojmë, edhe Klodi tha po hetojmë, por nuk e kemi të deklaruar që po hetohet ky individ, ky personazh, ky i Partisë Po Socialiste. hetohet pranë fier, pra. Nuk ka njoftim, e thot Klodi, por nuk ka njoftim për këtë punë. Po pikërisht pra se nuk po të them unë. Ne Një sekond. nuk themi që Një nuk sekond. po heton. Një sekond. Thjesht se s'ka njoftim. Mos e Tani. të lutem. Tani, S'kemi, Te- nuk e zgjidhim dot. e e lem, kupton. Da është në proces ky, te e vazhdojmë Spaku- të e vazhdojmë të ende një. Okej, e lëm. Spaku ka ngritur një task force. E lam pra. Tashi mos presim që Spaku të shkojë në çdo kuti votimi, në çdo zyrë shteti dhe të gjej se çfarë po ndodh. Edhe se bën dot. Janë institucione të tjera edhe sikur të ketë një ndihmojnë vetan. Spakun. Pra është policia, është shërbimi informativ. Po. Janë institucione të tjera që japin informacion Spakut, japin indicie Spakut dhe Spaku i ka gjithë mjetet e mundshme për të hetuar. Në momentin që Spaku nëse policia orientohet për të punuar pro qeverisë, pro ministrit brendshëm, nëse shërbimi informativ nuk e ndihmon Spaku në informacion, atëherë ku do ngelet? Do ngelet te denoncimet e palëve. Dhe palët mund të denoncojnë, po palët nuk kanë kapacitetin që të mbledhin gjithë provat e mundshme dhe t'ia çojnë Spakut. Dhe surpriza e këtyre zgjedhjeve do të ishte fakti që Spaku të gjente raste specifike që të denonconin dhe të tregonin publikut që po, partia shtet është duke intimiduar qytetar, është duke prodhuar fota në mënyrë jo të lirë, jo të drejtë, jo të lishme. Kjo ishte. Dhe kjo nuk ka ndodhur. Mund ndodhi mbas një javë, mbas një muaj, por nuk ka më vlerë, sepse çfarë duhet bënte përpara 11 majit. Jam totalisht me ty kur flet për Partinë Shtet sepse por ne përveç se flasim, Kam një përpara pyetjes fundit me nga dy fjali. Nuk e kjo Partia Shtet. Lala. Nëse ne flasim për manipulim, nuk kemi dot përgjigje nga Spaku që na mbështet. Ta lëm se s'kemi kohë. A venta kryesore Spakun e këtu apo jo, se mund. Ju lutem. Ti besoj ke qenë e pranishme te goditja e sekretarit të KZAZ-s numër 30 nga vëzhguesi Ronaldo Rakipi në hyrje shek. Çfarë ka ndodhur? Ka patur kontestim për një vot nga vëzhguesi të Ronaldo Rakipit. Vota është konsideruar e pavlefshme me vendim të KZAZ-s për shkak se ka patur janë votuar 2 kandidatë në të njëjtin flet, pra përveç Ronaldo Rakipit dhe një kandidat tjetër që nuk e lejon ligji. Në momentin që vota është shpallur pavlefshme dhe sigurisht çdo vot tek votat preferenciale bën diferencën sa ju përket kandidatëve, njëri domethënë janë futur një sër personazhesh brenda rrethimit në KZAZ, por njëri prej tyre i cili është arrestuar ka goditur sekretarin e KZAZ-s. Ai shkoi bëri kazim në polici, u ndërprej për afro 2 orë 30 minuta, u desh ndërhyrja e zotit Celibashi që të vinte në KZAZ numër 30 në Yshek. Po ta shikosh, kjo është video. Unë e kam siguruar momentet e para nga një vëzhgues. Partia Demokratike pretendoi që Njëri u rau atë, po ky që rau ishte vëzhgues apo ishte? Tani zoti Celibashi nuk e dha një përgjigje të tillë, është duke u bërë verifikim, sepse tha që nuk është më detyrë ime ata verifikoju përket autoriteteve. Po këta që arrestuan nuk se kanë arrestuar apo jo? Atëherë, ato e kanë ndaluar, është një person me precedent penal, sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike është djali i një punonjësi policie, por deri në këtë momente mua nuk më është përgjigjur shkresës zyrtare që i kam quar policisë nëse babai i tij është ose jo punonjës policie dhe nëse ka qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes. Ajo çfarë mbetet për të hetuar është fakti se si agresori doli nga ambientet e KZAZ-s, sepse pasi ka ndodhur ngjarja, në momentin kur ndodhin ngjarje të tilla, policia ka një kontratë ose bashkëpunim me komisionerin shtetëror të zgjedhjeve që nuk duhet lejojë asnjë nga personat të dalë derisa të përfundojë hetimi, por ato e kanë lejuar të largohet nga vendi i ngjarjes dhe shkapur më pas. Gjatë kohës që ne kemi qenë aty janë shoqëruar edhe 2 persona të tjerë për t'u marrë në pyetje. Situata mjafton të shohësh video, nuk kam çfarë ti komentoj. Është shumë e thjeshtë. Ndërkohë nga ana tjetër ne arritëm të fotografonim dhe të filmonim edhe një automjet që drejtohej nga një grua
nuk e kemi identifikuar, por brenda atij automjetit ishte një çantë me një shumë të konsiderueshme parash që më pas u sekuestrua nga ana e policisë. Po, e kemi të filmuar ne. Do të thënë është publike, janë në pamje të bëra publike. Problemi është që zoti Celibashi i pezulloi dhe revokoi të gjithë vëzhguesit. Ka dy momente, dhe unë me këto do ta mbyll. Së pari, nëse ka qenë i paakredituar, si ka arritur të hyjë brenda ambienteve të KZAZ-s, se nuk duhet kurse si në kuptim të ligjit që të hyjë një, dhe e dyta, në momentin që ky personazh ka kryer veprën penale, pra ka goditur sekretarin e KZAZ-s, si ka arritur të dalë nga policia. Pra, duhet ishte bllokuar më njëherë dera KZAZ-s. Kjo është një problematik. Jo, më tej, se nuk do kemi, se kemi pjesën tjetër, nga 3 fjalë se cili, Lala, me kaq sa ke parë dhe ndjekur ti, ka një rëmbim, vjedhje masive të votës nga sipas teje. Shifrat ta tregojnë shumë qartë. Kaq kam për thënë. Unë them që ka një orientim të votës drejt të subjektit të caktuar apo kandidatëve për deputet, të cilët nuk tregojnë asgjë në këto zgjedhje. Mërcili? Unë them që është vesi përhershëm i këtij pushteti që kërkon të blej edhe kur s'ka nevojë. Pushteteve se ka 30 vjet. Po pra, mirë, dakord, i gjithë, por pa dyshim që po. Janë vjedhur dhe bler. Por gjithsesi kësaj radhe rezultati nuk u kushtëzua nga vjedhja votës, ishte thjesht një dorëzim pa kushte më parë. Që Partia Socialiste do t'i fitonte zgjedhjet ishte një gjë që dijej shumë përpara se të ndodhte. Në këto shifra është domethënë e perceptueshme lehtësisht që një sasi e madhe votash janë bler. E thash edhe mbrëm në emision tjetër. Domethënë problemi i Emeta e vet me një Hajduti, cila është? Është pangopsia. Pra këta janë sulur të gjithë të vjedhin, të marrin sa më shumë që të mbushin atë malin dhe t'i raportojnë kryetarit që ja çfarë çolla nga terreni. Të nderuar të shikues, ne do të presim sidomos në ditët e ardhshme të dimë më shumë rreth këtij problemi. Por duke përjashtuar Fierin apo jo? Klodi, tani ti do humor apo jo? Humor po bëj. Ndalohet humori. Unë nuk përjashtoj njeri. Ti po përjashtohet. Ati ku ishe ti përjashtohet. Ki vajten punë. Jo, mbaj përgjësi për gjëra që them zoti Rakipi. Jo, në kjo... Mbaj përgjësi për gjëra që them. Po, njeri gjë. Dakor. Po, unë po të thësha, vazhdo me të gjithë ngjarjet ku që ka ndodhur. Po, dhe unë të sjarëpa. Në qoftë se sjell Vangjur Dako në Durrës, duhet të thuash ta gjesh Vangjur Dakon duke bler votat. I ka dalë nga shtëpia, po të çon pra. Let me çoj nesër. Po të çon sepse në qoftë se Vangjur Dako nuk ka dalë nga shtëpia, ti nuk e çaj bën. Dhe në qoftë se s'ka kapur. Edhe kemi prova ka dalë apo jo. Nderuar të shikues, okej, moj zonjë tani. Oj, nuk është vllai im Vangjur Dako as Vangjur Dakot e tjerë, kush është tani? Unë bëj këtë emision dhe ti duhet më thuash mua ato që ke parë dhe konstatuar. Kaq është historia. Nderuar të shikues, ishim në pjesën e parë të këtij emisioni, në pjesën e dytë unë do të kem Arlen Qorin si një ku mori pjesë për të parë në zgjedhje. Jo, ka qenë në zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, por në zgjedhjet politike, zgjedhje rëndësishme, mentor në Zarkon Ergus Mërtinin dhe Andi Bushatin, me të cilët do diskutojmë pse fitoi Edi Rama. Edhe në një çështje tjetër që kemi vonë, sepse ka plasur në një samit i madh këtu, plus do vite djalë dhëndri Donald Trumpit ditën e shtunë dhe do mbaj dhe ai një fjalim, do të themi diçka edhe për këtë ngjarje. Faleminderit shumë, zonja Lala. Faleminderit. Faleminderit Tela. Publiciteti kthehemi një herë.